Ku ka parti këtu që mund Partinë Socialiste? Në Soroku dhe mundi. Saliu. Ajo është partia kryesore sepse të djathtën e ka pushtuar një banalitet. Saliu. A është e vërtet që Sali Berisha është kryeministri de facto i Shqipërisë dhe Edi Rama kryeministri de jure? Nga e nxjerrti këtë? Me këtë se çka po bëjmë pra? Ajo në marrëveshje këto bashkë apo jo? Ba, ku ka marrëveshje bashkë? S'kan bashkë ato? Ai do tallesh me mua e mbylla bisedën e ka unë. S'mund të flason si njerëzit e kote. Kush është bashkë? Sali Berisha me edhe në luftë për pushtetin. Jo, po them atë që thonë gjithë njerëzit. Po ç'do njerëzit do një zotëri, pse njerëz zakonshëm do modi? Jo. Të lutem edhe një herë, unë jam politik, ta le mos më fremo këto janë bashkë. Këto janë brullëke, siç e kanë bashkë ata luftojnë për pushtet. Janë përplasur në pushtet një e para. Dhe Saliu e ka gjithë fajin që mban që ka shkatruar Partinë Demokratike. Do thonë ju pse, është non grata në Amerikë. E dini ju këtë? Po, e di. Do ta pyesni ti këtë? Jo unë. Është non grata në Amerikë. Po ato e di. Jo vetëm në Amerikë, dhe në Angli. Edhe në gjithë perëndimin. Ke parë të dalin perëndim Saliu. Atëherë pse rinë në Shqipëri? Kush janë banë në Shqipëri? Ta them unë, forcat islamike. E din gjithë. Si forcat islamike? Forcat e islamit. Nuk është me ne Saliu. Me kë është Saliu? Me forcat regresive të botës. Dhe po ikën. S'ka shpëtim se është i dënuar. Është në proces penal. Ja kanë marrë gjitha pronat, apo ja kanë sekuestruar, edhe pritet dënimi. Vajte në gjyq, ka dhe një gjyq tjetër akoma, dhe dajë dënimi dhe ikin burg. E do t'i konfiskojnë gjithë pasurit, pa u dënua. Pas u dënuar në rregull. Kjo është historia. Por me punën që bën drejtësia Spaku, kemi përshmëri, besoj. Po nuk e dim të shikojmë gjyqin. Pra, gjendja ku është opozita është për shkak të Sali Berishës dhe Natyrisht. Ore zotri, mund të jesh kryeminist, Saliu a lufton për kryeministër? Apo se dini ju? Patjetër. Po e një minut, mund të jesh kryeministër Shqipërisë duke qenë non grata në Amerikë? E dini ju që është non grata në Amerikë Saliu? Rregull, i papranueshëm në Amerikë as në Europë perëndimore. Atëherë mund të jetë ky kryeministër Shqipërisë? Domethënë shkatëroi Shqipërinë. Po. 100 vjet vjen dot. Keni një pyetje tjetër? Nëse do të ishit ju ai që do të vendosnit për arrestimin e këtyre, përderisa përmendet edhe nga ne nga kjo bisedë, por edhe nga gjithë shqiptarët, niveli korrupsionit lartë, që do ta kishit ju në dorë, kush do të ishin 3 njerëzit me proces? Ja, nuk përgjigjem këtyre pyetjeve. President Gjenin Dehyrë? Po, unë do thoshja këtë që ndoshta jam çik nuk bi dakord me avokatët Njelën. Nuk bi? Nuk bi dakord me këtë që do të trajtoj tani. Sali Berisha me Edi Ramën janë bashkë. Dhe pa firmën e Sali Berishës... Të shqiptare thonë, populli thjeshtë? Kush voton? Populli thjeshtë voton. Po s'ka, ne po ju po bëni analizë politike, nuk po bëni analizë votës. Po, okay. Tani, janë bashkë, këto e kam mirë konstatuar unë. Dhe si e tillë dhe emërimet që bëhen, që i merr, Edi Rama po i merr gjithë njerëzit e djathtë. Po i fut të pozicione këto, po pa firmën e Sali Berishës, e kupton, nuk i merr Edi Rama në punat ati ti punësoje, si e kisha i dash Sula, si e kisha i shumë të tjerë, do kesh të tjerë. Ora, një minutë, ju lutem, se am dhe unë këtu. Më fal. Prit. Duhet keni parasysh një gjë. Sa të jetë Saliu nuk bie Edi Rama nga pushteti. Stop, një minutë. Dhe politika është që unë një kundërshtar të tillë që nuk e do populli dhe që është kryesor, është kundërshtari im kryesor, natyrisht që do ta mbaj. Rama e mban edhe kush e mban? Si e mban? Nuk e mban me marrëveshje. Ndihmon këtu, ndihmon atje, i jep këto që thot ky, që të ri të shkatroj Partinë Demokratike dhe zgjen do të pushtet dhe do ri Rama gjithmonë pushtet. Pra kjo intereson Ramës kjo gjë. Po natyrisht. Intereson Ramës që ta ketë një, domethënë, kundërshtar të dobët që e ushqen herë pas here. Do një opozit. Po të bie Ram, dale një minutë, le ta vazhdoj, një minutë ta vazhdoj. Bie opozita, po doni të bie të vi PD-ja në pushtet, të lëzoni Saliun. Nuk vjen prapë. Avokat të falë. Mirë, unë them mendimin tim, të lutem. Çdo njeri ka mendimin e vet. Ra Saliu hipi njëri elokuent atje që është
me Washingtonin dhe me Perëndimin, se këta janë kundër, këta që janë, vjen në pushtet.